Edhe tek dorka se harun dorkën keq, do dorka primitive. Me meshe, me menze bashkë me generalin Samil Shtaku, Fatmir Limaj. Që unë nuk i ke... Ajo është përpjekje për më bo Fatmir Limaj kryetar, apo PDK-ja e ka kryetarin? Që Partia Demokratike thash është një subjekt shumë i fuqishëm, I madh diskutohet e. shumë i konsoliduar, e ka leadershipin e vet. Një zbëtare shumë procese në Kosovë. Pavarësisht Partia Demokratike ka një kryetar të zgjedhur, Po në konventin e radhës? me votën po thuj unanime të organit vendimmarrës të Partisë Demokratike, është për fatin tonë të mirë i djalë i ri, me perspektivë shumë të mirë, i përgatitur shumë, dhe ne shpresojmë dhe besojmë se ai do ta drejtoj partinë dhe do ta dëshmojë vetveten. Prandaj Partia Demokratike dhe leadershipi i Partisë Demokratike e ka kryetarin, por nuk është e mjaftueshme kjo çështje. Ne luftojmë që në Partinë Demokratike ta fuqizojmë. Ta fuqizojmë sa më shumë. Dhe unë e kam thonë dhe them, gjithë u bëj thirrje të gjithëve. Edhe çush kanë drejt parti tjera me i bë thirrje, ju bëj edhe unë. Po unë kur të bëj, unë kam edhe çka u ofroj. Se unë u them gjithë qytetarët e Kosovës, ndaluni dhe mendoni se ku ishte Kosova para ardhjes në pushtet Partia Demokratike. Të lutem, ne 2008-ën e ke marrë pushtetin. Dhe na le ta sjellin një pasqyrë para vetvetes se ku ishte Kosova. Dhe çka ka ndodhur me vendin tonë pas 2008-ës, me ardhin pushtet të Partisë Demokratike të Kosovës, janë kriju vepra të jashtëzakonshme. Ka filluar mu përmirësu në aspektin cilësor jeta çdo qytetari të Kosovës. Është ndi dora e Partisë Demokratike në çdo familje shqiptare. Pse? Sepse rritja e rrogave që ka bë për herë të parë të fuqishme Partia Demokratike e Kosovës, dhe një duhet ta them se një subjekt apo individ apo si doni po cilësojmë, që don me pa vendin e vet të zhvilluar, të emancipuar, ai investon në arsim, në kulturë, sepse në arsimi prodhon kuadrin e ri. Gjitha profile pastaj dalën aty. E për të pasat arsim sa më cilësor, mësimdhënësi duhet të jetë i dinjitetshëm. Dhe një jetë i dinjitetshëm kur ti krijon kushte për ata keni boju, është e vërtetë. Dhe atë e them me kënaqësinë më të madhe, e ka bë Partia Demokratike e Kosovës, e ka bë Hashim Thaçi kur ka qenë kryeministër i vendit, dhe du një moment ta bëjmë edhe një krahasim. Se kemi edhe mysafir special. Në kohën e Hashim Thaçit, ne dim e kanë të fresë gjithë qytetarët e Kosovës, është përballë me reagimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bankës Botërore e tjera, që kanë kundërshtuar rritjen, se ishte një rritje vërtet e jashtëzakonshme. Dhe megjithatë, kam qenë dëshmitar prezent në atë takim, kur kanë ardhur përfaqësues të sindikatave dhe kanë kërkuar nga zoti Thaçi që mos të prishin raportet me Fondin Monetar Ndërkombëtar për shkak të rritjes pagave, le të rriten më pak, u pajtojshin. Kryeministri në atë kohë u është drejtuar, ju keni punën e juaj, unë kam punën tënde. Fondi Monetar Ndërkombëtar le më animu. Rrogat do të rriten dhe janë rrit. Dhe pas një kohë shumë të shkurt, po ata përfaqësues të Fondit Monetar janë ardhur dhe kanë kërkuar falje zotit Thaçit, se ti pas ke pas të drejtë. Se kanë pasur që as nuk kanë rrezikuar kufit buxhetor të Kosovës, kanë filluar hala të rritet buxheti i Kosovës, dhe si ndodh kjo? Kjo ndodh me punë, me angazhim. Nëse ti i ki parat, ekonomistat e dinë mas mirë, dhe nuk i fut ato në qarkullim. Ajo para është pa vlerë, ajo është thjesht një letër pa asnjë. Sigurisht. Por nëse futet në qarkullim, ajo rritet. Dhe ajo atë para, për me fut në qarkullim, duhet me pas ide, duhet me pas dijen, duhet me pas guximin, duhet me pas vullnetin. Po sigurisht. Dhe këto qeveria thotë që i ka pas të gjitha. Dhe e ka fut, e ka dyfishuar, trefishuar buxheti dhe kemi